Të gjitha ligjet që miratohen në kuvend kanë një ndikim të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve. Por sa janë qytetarët realisht pjesë e procesit ligjvënës? A kanë mundësi qytetarët të shprehin mendimet e tyre dhe të ndikojnë në përmbajtjen e ligjeve para se ato të miratohen? Në të kaluarën, kjo mundësi ka qenë kufizuar, por kjo ka ndryshuar. Me hyrjen në funksion të platformës së re të konsultimit publik, Kuvendi i Shqipërisë ka krijuar një hapësirë ku qytetarët, organizatat e shoqërisë civile dhe grupet e interesit mund të shprehin mendimet e tyre mbi projektligjet në proces shqyrtimi. Kjo platformë ofron mundësinë që zëri i qytetarëve të dëgjohet dhe të marrë një rol të drejtë për drejtë në përmirësimin e legjislacionit. Në një ceremoni të organizuar në prani të deputetëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe institucioneve ndërkombëtare, kryetaria e Kuvendit, Elisa Spiropali, prezantoi platformën e re të konsultimit publik. Ky projekt ligjëri shënon një moment kyç për forcimin e transparencës dhe angazhim më të madh të qytetarëve në proceset vendimarrëse. Përmes kësaj platforme, Kuvendi i Shqipërisë ofron mundësinë që qytetarët dhe grupet e interesit të kontribuojnë në hartimin e ligjeve, duke pasur mundësinë të japin komente dhe sugjerime për projektligjet para se ato të miratohen. Ky është një hap për transformimin e procesit legjislativ, duke afruar më shumë Kuvendin me kërkesat e vetë qytetarëve. Transparenca është një ndër vlerat dhe standardet kryesore të Kuvendit, e përcaktuar si e tillë edhe në planin strategjik 2025-2030, i cili u paraprin dhe kalendarizon nevojat e brendshme të konsolidimit të Kuvendit Shqipërisë si zemra e demokracisë dhe Republikës Parlamentare, imperativat që shtrojnë para Kuvendit, zhvillimet në shoqërinë shqiptare dhe ajo që është më kryesorja, kërkesat dhe standardet e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Antarësimi i Shqipërisë në familjen evropiane është sot kryefjala e punës Kuvendit dhe e çdo institucioni, sepse është vullneti i qytetarëve të Shqipërisë. Por është kryefjalë edhe e veprimtarisë së shoqërisë civile dhe partnerëve të Kuvendit. Vlerësoj ndërgjegjësimin dhe përkushtimin e shërbimeve tona parlamentare për të avancuar me përgatitjen e platformave, mekanizmave, standardeve dhe procedurave të modernizimit të Kuvendit si pjesë e procesit transformues drejt integrimit apo njësimit dhe përafrimit të tyre me ato të parlamenteve të vendeve anëtare, si edhe të Parlamentit Evropian. Si vlerësoni nismën e Kuvendit për të krijuar një platformë për konsultim publik? Në radhë parë doja t'ju falenderoja në lidhje me nismën që morët për të ardhur për të bërë këtë intervistë dhe ajo që është më e rëndësishme që ka të bëjë me platformën e konsultimit publik. Dhe le ta quajmë këtë dhe një hap të parë të Kuvendit për informimin e publikut në lidhje me këtë platformë. Pasi është një proces shumë i rëndësishëm i Kuvendit, ka të bëjë me ligjbërjen, ka të bëjë me gjithë përfshirjen e publikut në procesin ligjbërës. Dhe duke rritur transparencën e bën publikun që të jetë më afër Kuvendit në atë që është më e rëndësishëm dhe që thuhet që ka të bëjë me procesin ligjbërës. Është në fakt një nismë shumë e mirë, e nevojshme, i kishte ardhur koha. Ne si shoqëri civile kemi shumë kohë që përpiqemi që konsultimi publik të jetë sa më i hapur, sa më i aksesueshëm, edhe sa më i lehtë për qytetarët, me anë tjetër edhe sa më i formalizuar. Kështu që ndërmarrja e këtij hapi nga Kuvendi, besoj se është një hap shumë i mirë përpara, pozitiv dhe shpresojmë që të funksionojë në mënyrën e duhur. Për një analizë më të thelluar të konsultimeve publike në Shqipëri, mund të referohemi te raporti i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, titulluar Konsultimi publik në Shqipëri, iluzioni i pjesëmarrjes. Ky raport paraqet rezultatet e një monitorimi të detajuar të 50 ligjeve, politikave publike dhe dokumenteve strategjike. Në raport vlerësohen 10 institucione kyçe të qeverisë, duke analizuar procesin e konsultimit publik në lidhje me transparencën dhe aksesueshmërinë e dokumenteve të konsultimit, efektivitetin e procesit, llogaridhënien e publikut gjatë këtij procesi, si dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në konsultime. Pas një vlerësimi të thelluar dhe një analize statistikore, raporti i vitit 2023 theksoi distancë midis transparencës dhe pjesëmarrjes në konsultimet qeveritare, duke sugjeruar nevojën për reforma ligjore dhe përmirësimin e praktikave institucionale për të garantuar një pjesëmarrje më të efektshme dhe gjithëpërfshirëse të qytetarëve.
Ky konkluzion mbështeste idenë se platforma është e nevojshme për të rritur aksesin e qytetarëve dhe për të mundësuar që ata të shprehin mendimet e tyre mbi projektligjet që do të prekin jetën e përditshme. Që kjo platformë ka në fokus të saj publikimin e projektligjeve dhe jo vetëm, por ashtu sikur se u evidentua edhe të dokumentave të tjera të cilat Kuvendi i ka shumë të rëndësishme për t'i ndarë dhe për t'i konsultuar me publikun. Sigurisht angazhimi i qytetarëve dhe organizatave në procesin vendimarrës ka qenë një qëllim kryesor i kësaj platforme dhe ajo që është më e rëndësishme është komunikimi të jetë i drejtë i qartë gjatë këtij procesi. Platforma e re do të jetë aksesueshme dhe më e përdorshme nga partnerët e Kuvendit, duke synuar rritjen e transparencës, ndërveprimin, rritjen e numrit të pjesëmarrësve në proces, dinamizimin e procesit të konsultimit, efikasitetin operacional, lehtësimin e procedurave dhe reduktimin e burokracisë, rritjen e sigurisë dhe garantimin e fshehtësisë së të dhënave, krijimin e kushteve për analiza më të thelluara, mundësimin e përdorimit të anketimeve, kategorizimin e përdoruesve sipas tipologjive, lehtësimin e komunikimit institucional, përdorimin më efektiv të rrjeteve sociale, inkorporimin më eficient të rezultateve të konsultimit procesin ligjbërës dhe veprimtarit e Kuvendit. Në lidhje me risi do të thosha që në përgjithësi, në parlamentet e tjera, është risi, le të themi, ndërtimi një platforme të konsultimit publik në lidhje me akte të cilat kalon parlamenti. Për faktin se gjithmonë e kemi parë platformën e konsultimit publik si një mjet i cili përdoret më shumë nga ministrit, nga qeveria, sesa nga Kuvendi i Shqipërisë. Por them që ajo që është e rëndësishme në lidhje me platformën e konsultimit është fakti që Kuvendi në kuadër të rritjes së transparencës e ka parë të arsyeshme ngritjen e platformave të ndryshme në lidhje me ligjbërjen, që gjithçka t'i shërbejë asaj. Kryetarja e Kuvendit ka qenë ndër të parat e cila e ka kërkuar edhe në takimet që ka bërë me organizatat e shoqërisë civile dhe jo vetëm, që përfshirja e publikut është një pikë kyçe e procesit dhe veprimtarisë parlamentare në tërësi dhe e ligjbërjes në veçanti. Dhe nisur nga takimet e kryetarës Kuvendit, nga detyrat që ajo i ka lënë stafit të Kuvendit, Kuvendi mori edhe nismën për ngritjen e një platforme të re të konsultimit publik. Do të thotë që ne nuk është se nuk kishim një platformë, ne kishim një platformë të konsultimit publik më përpara, për cilën mund të flasim dhe më poshtë, por ngritja një platforme në kuadër të rritjes së transparencës do ta bënte më shumë dhe do të jepte më shumë rëndësi këtij parlamenti në kuadër të rritjes së cilësisë së ligjbërjes. Shoqëria civile ka vite të tëra që konsultohet, që merr pjesë në konsultimet e ligjeve, që merr pjesë edhe në iniciimin e ligjeve të ndryshme. Është shumë e rëndësishme që inputi i shoqërisë civile të jetë aty, të jetë i formalizuar. Neve e kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe me platforma nga më të ndryshmet, në bashkëpunim me institucionet, me ata që i kanë iniciuar ligjet. Por është shumë e rëndësishme që, siç e thash, kjo të formalizohet dhe të jetë pjesë e punës së përditshme të Kuvendit, dhe nga ana tjetër të jepet mundësi reale shoqërisë civile të jetë pjesë formale e këtij procesi shumë të rëndësishëm që është konsultimi. Çdo ligj i cili hyn në Parlamentin shqiptar duhet të dali i transformuar me të gjitha nevojat, me të gjitha perspektivat, edhe me të gjitha lentet, qoftë ekonomike, qoftë sociale, në cilat shoqëria civile i sheh të gjitha problematikat që ligjet trajtojnë në mënyrë të durë. Për shembull, ne që shohim ndjeshmërinë ligjore të legjislacionit shqiptar, duhet patjetër që çdo ligj i cili kalon të jetë i ndjeshëm nga ana gjinore. Dhe kjo është një lente e cila duhet përdorur për çdo ligj, edhe për atë ligjin që ka lidhje me energjinë, edhe për atë ligjin që ka lidhje me dhunën bazgjinore apo me fenomene të ndryshme sociale. Të gjitha ligjet duhet kalojnë në një lente të tillë, por janë ekspertët e shoqërisë civile, ata të cilët mund të kontribuojnë dhe mund të konsultohen në mënyrën e duhur. Përmes kësaj platforme, qytetarët, shoqëria civile dhe grupet e interesit kanë mundësinë të konsultojnë çdo projektligj që publikohet nga komisionet parlamentare dhe të japin sugjerime e komente për përmirësimin e tyre. Kjo platformë është e thjeshtë për të përdorur, me një seksion të dedikuar për komentet dhe sugjerimet. Por si shërben kjo për qytetarët? Ata mund të jenë pjesë e procesit ligjvënës dhe të ndikojnë drejt për drejt në krijimin e ligjeve që kanë një ndikim direkt në jetën e përditshme.
A mund ta konsideroni këtë platformë një formë reale pjesëmarrje apo ekziston rreziku që të mbetet vetëm një formalitet? Unë e nisa pak më parë për të thënë faktin e ekzistencës së një platforme të mëparshme, e cila ka nisur në fakt që në kohën e Covidit, kur Kuvendi nuk ishte mënyra komunikimi me shoqërinë civile, me publikun, le të themi, se ne përdorim fjalën publik për të bërë gjithë përfshirjen, dhe në këto momente, bashkë me OSBE, ne ndërtuam një platformë konsultimi publik për të shkuar dhe për të qasur me publikun. Referuar raporteve të progres raportit, të cilat thonë gjithmonë që është rreziku i instancave dëgjimore që të jenë formale, do të thosha që pikërisht ka qenë dhe kjo një nga shtysat për të cilën Kuvendi mori nismë për ndërtimin e një platforme të re nga fillimi, për ta bërë upgrade platformën e parë dhe për të futur më shumë element të cilët shkonin dhe rrisnin transparencën e këtij procesi, për t'u qasur dhe më afër publikut i cili është interesuar për procesin vendimarrjes në Kuvend. Unë mendoj se nuk i ka munguar dëshira shoqërisë, mendoj se ka munguar mekanizmat e duhur. Edhe jo të duhur në vetvete, por të lehtë për t'u aksesuar, dhe nga ana tjetër ajo që ne shohim edhe kur konsultojmë ligje të ndryshme apo kur mundohemi të angazhojmë grupe interese të ndryshme, qoftë të rinj, qoftë vajza dhe gratë, qoftë pjesë të grupeve të interese të tjera në bazë të legjislacionit, ajo që shohim është që ata nuk i njohin mekanizmat dhe nuk e kanë patur të lehtë rrugën për të aksesuar edhe në informacion lidhur me konsultimin, po edhe për të dëgjuar për sa i përket konsultimit në komisione, për pjesëmarrje etj. Kështu që është shumë e rëndësishme që mekanizmi të bëhet i thjeshtë për të aksesuar, në mënyrë që të gjitha këto grupe të interesit të jenë të angazhuara në mënyrën e duhur, por edhe të dëgjuara në mënyrën e duhur dhe që përgjigja t'u jepet në mënyrën e duhur, sepse nëse angazhohen një herë, dy herë, tre herë dhe më pas nuk marrin përgjigje apo shohin gjithmonë që qoftë këshillat e tyre apo qoftë ato që ata kanë dëshirë që të përfaqësohen në ligj nuk ndodh, atëherë ka një problematik dhe shkëputet marrëdhënia mes qytetarëve, shoqërisë civile, grupeve të interesit edhe institucionet, sidomos institucionet parlamentit. Ka pasur edhe mungesa. Ka pasur mungesa jo për faj të shoqërisë civile në vit të parë, por edhe për faj të mënyrës se si është bërë procesi i konsultimit. Shpeshherë kanë dalë ligje të cilat nuk janë publikuar në kohën e duhur, nuk kanë pasur procedurën e ndryshme të konsultimit. Një nga shembujt më të qartë dhe të fundit ka qenë reforma e kodit zgjedhor. Neve kemi kërkuar në mënyrë konstante si rrjeti grave barazim vendimarrje që të konsultoheshim në mënyrën se si do të bëheshin ndryshimet edhe të sistemit, por edhe të parashikimet të barazisë gjinore për listat e kandidatëve apo edhe për procedurat e ndryshme zgjedhore. Jemi konsultuar vetëm një herë në një nga komisionet që ishte ngritur, në komisionin e ri që u ngrit, i cili më pas bëri ndryshimet reale në kodin zgjedhor, nuk kemi thirrur asnjëherë. Ne kemi çuar në bazë të ekspertizës tonë edhe në bazë të mënyrës se si funksionojmë rekomandime me shkrim, por asnjëherë nuk na është kthyer përgjigje për të na thirrur në konsultime dhe për t'i marrë parasysh të gjitha ato rekomandime që ne kemi bërë. Kështu që ka një problematik në mënyrën se si ka funksionuar, edhe për shkak të mungesës së marrëdhënies së drejtë për drejtë me institucionet, por edhe për shkak të mungesës së mekanizmeve të qartë edhe të thjeshtë për t'u aksesuar. Se nëse shoqëria civile ka një ekspertizë të mjaftueshme, disa pjesë shoqërisë civile jo të gjitha, qytetarët, pjesë të tjera, organizatat të cilat janë në terren, organizata lokale, nuk e kanë këtë lloj ekspertize. Atyre duhet të bëhet informacioni i thjeshtë dhe i aksesueshëm në mënyrë që pastaj të merren edhe rekomandimet e duhura. Ky proces është i thjeshtë dhe lehtësisht i aksesueshëm nga të gjithë. Qytetarët janë të ftuar të kontribuojnë me mendime dhe opinionet e tyre për çdo projekt ligj që është në konsultim. Kjo mundëson një ndikim të drejtë për drejtë në ligje dhe në jetën e përditshme. Ajo çfarë bën këtë platformë të konsultimit publik të rëndësishme është edhe fakti që ajo që është dhe kryesorja forcon dhe besimin e të tretëve ndaj institucioneve, e publikut ndaj institucioneve. Dhe në fakt Kuvendi konsiderohet si një nga institucionet më transparente, ndër institucionet më transparente pikërisht për shkak të përdorimit të
të shumë mekanizmave në lidhje me rritjen e transparencës. Ajo rrit edhe ndjeshmërinë e publikut ndaj politikave të cilat Kuvendi ndërmerr nëpërmjet ligjeve, dhe sigurisht nxit një kulturë të përgjegjësisë edhe të vetë publikut, sepse publiku ka jo vetëm të drejtë të jetë të përfshihet në procesin ligjbërës, por edhe të rrisë kulturën e vet ndaj këtij procesi, të qaset ndaj këtij procesi. Pasi referuar praktikës platformës së mëparshme, ne do donim që ky numër i publikut në këtë platformë të rritej. Dhe sa më shumë të rritet, aq më cilësor do të bëhet edhe ky proces, jo vetëm procesi, por edhe ligjbërja. Qytetarët janë të rëndësishëm, nëpërmjet parlamentit ata e kanë shprehur një herë vullnetin e tyre me votë, por kjo nuk do të thotë që ata do t'i lëmë jashtë këtij parlamenti, jashtë këtij procesi, i cili është shumë i rëndësishëm për të gjithë, se në fundit është jeta e tyre e cila lidhet me këtë procesin ligjbërës. Dhe sa më shumë ti përfshim ata në procesin ligjbërës, sa më afër këtij procesi, aq më mirë do të jetë dhe nevojat e tyre aq më shpejt do të jenë të përfshira në këtë proces. Por ajo që është e rëndësishme është se ne ata i bëjmë kështu pjesë edhe aktive të ligjbërjes, sepse ne e shikojmë në përgjithësi, i shikojmë të tretët, i shikojmë në konceptin e zbatueshmërisë së ligjeve. Pra, Kuvendi prodhon ligje, të tretët duhet i zbatojnë. Jo, duhet të ndryshojë qasja, duhet të jenë edhe pjesë e ligjbërjes në mënyrë të tillë që edhe kur të vim tek zbatimi i ligjeve, ata do t'i zbatojnë ato shumë herë më mirë se sa do t'i zbatonin. Nëse ti je pjesë e një procesi, atëherë patjetër që edhe procesi i zbatimit të ligjit do të vijë edhe ai në mënyrë normale dhe i pakontestueshëm nga palët e treta, sepse sot njerëzit her pas here ndodhen para faktit që ka kaluar një ligj dhe duhet ta zbatojnë. Kjo gjë e bën që të jenë më afër ligjbërjes, e bën që të jetë më afër jetës së tyre dhe asaj çfarë ata duan që të shprehin interesat e tyre në këtë proces. Në datën 9 prill, Kuvendi bëri thirrje zyrtare për regjistrim dhe pjesëmarrje në këtë platformë, duke ftuar qytetarët të japin mendimet e tyre dhe të bëjnë pjesë e procesit ligjvënës. Bindja ime është se duke përfshirë në procesin e konsultimit të gjitha aktet ligjore, pa dallime për ashtime dhe duke bërë këtë procedurë sa më të thjesht, demokratizohet më shumë procesi legjislativ dhe bëhet më rezultativ bashkëpunimi ynë me qytetarët, publikun, shoqërinë civile, grupet e interesit dhe të gjithë shoqërinë. Uroj që të bëhet sa më aksesueshme me një informacion i cili është i ndarë në mënyrën e duhur, është i pasqyruar në mënyrën e duhur dhe një mënyrë sa më të lehtë për t'u aksesuar nga qytetarët. Siç e thash pak më përpara, nëse shoqëria civile ka një ekspertizë të caktuar në fusha të ndryshme, qytetarët mund mos ta kenë atë ekspertizë, por nga ana tjetër, ajo që ne kemi vënë re në punën tonë prej më shumë se 16 vitesh, është që qytetarët kanë rekomandime jashtëzakonisht shumë të mira të cilat mund t'i përmirësojnë ligjet dhe t'i bëjnë ato të zbatueshme. Kështu që është shumë e rëndësishme që edhe në zonat rurale, edhe për qytetarët e thjeshtë, edhe për grup mosha të ndryshme, edhe për grupet vulnerabël, informacioni të bëhet i aksesueshëm, i thjeshtë për të kuptuar dhe nga ana tjetër të ngrihen edhe strukturat të edukimit qytetar për sa i përket pjesëmarrjes në vendimarrje dhe në konsultime. Nëse ne kemi bërë deri më sot për sa i përket merrjetin barazim vendimarrje, për sa i përket aktivizmit, barazisë gjinore etj. Kjo pjesë e edukimit, për mendimin tim, duhet të jetë dhe pjesë e platformës së konsultimit. Pra platforma duhet të jetë aty, por duhet të jetë e shoqëruar me guida, me metoda nga më të ndryshmet, qoftë edhe interaktive, për të shpjeguar sa më thjesht qytetarëve se si ta japin kontributin e tyre në formë rekomandimi për ligje të caktuara për cilat ata kanë interes. Unë mendoj që interesi i qytetarëve është duke u rritur. Unë thash që ka qenë një platformë e mëparshme, është platforma e re, ndërkohë kryetaria e Kuvendit është angazhuar që në procesin e saj me Kuvendonin, në procesin të cilën Kuvendoni është një, le të themi, praktik tjetër e kryetares Kuvendit e cila shkon dhe informon qytetarët në çdo rreth të Shqipërisë, e ka vënë si target të vetin edhe këtë informim në të cilën do të informojnë qytetarët direkt. Pra informimi mbetet për të atashuar qytetarët pranë kësaj platforme. Dhe jo vetëm kaq, ne kemi pasur me shoqërinë civile dhe me qytetarët, me studentët, kemi pasur kontakte gjithkohon për arsye të aktiviteteve të cilat ne kemi në rrethe dhe janë shumë
shumë të interesuar në lidhje me këtë platformë. Lidhur me platformën e konsultimit publik, standardet ndërkombëtare janë ato të cilat janë të përgjithshme, që ka të bëjë që duhet të jetë një platformë e hapur, duhet të jetë gjithëpërfshirëse, duhet të jetë mirë informuese dhe duhet të jetë transparente. Kjo platformë i përmbush kriteret. Për arsye sepse ne kemi rritur rrjetin e subjekteve të cilët ato përfaqësojnë, pra është gjithëpërfshirës, e kemi bërë shumë më të komunikueshëm, më friendly faqen e platformës së konsultimit publik në mënyrë të tillë që edhe gjatë regjistrimit të publikut të jetë sa më i lehtë. Një raport i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim thekson se platforma e konsultimit publik është një mjet i rëndësishëm për të rritur ndikimin e qytetarëve në vendimarrje. Zbatimi i saj kërkon mbështetje teknike dhe vullnet politik të vazhdueshëm, por është një hap i rëndësishëm drejt një kuvendi më të hapur dhe të përgjegjshëm. Ideja është se me çfarë vizioni bëhet kjo platformë. Qofse bëhet me vizionin për të bërë një check në listën e detyrimeve, qoftë për integrimin në Bashkimin Evropian apo të detyrimeve që kemi me shkrim ndaj qytetarëve, atëherë mund të ndodhë. Nga ana tjetër, nëse bëhet me vizionin vërtet për të konsultuar dhe për të përmirësuar të gjitha ligjet që kalojnë në Parlamentin Shqiptar, atëherë është një platformë që për mendimin tim do të ketë shumë feedback nga qytetarët dhe do të ketë shumë përmirësime. E rëndësishme është ne mos ta ndalojmë platformën vetëm tek pjesa e informimit edhe rekomandimeve. Platforma duhet tregojë mënyrën se si funksionon, duhet ta tregojë edhe në përgjigjen që u jepet qytetarëve, në mënyrë që ata ta kuptojnë që mendimi i tyre, opinioni i tyre apo rekomandimet e tyre janë lexuar, janë marrë parasysh dhe disa prej tyre janë hedhur poshtë, disa prej tyre janë vendosur si pjesë e ligjeve të ndryshme. Kështu që kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Pra, marrëdhënia që krijohet me qytetarin nuk duhet të jetë vetëm nëpërmjet hyrjes në platformë, por edhe asaj çka del si rezultat i kësaj platforme, i cili edhe ai duhet të jetë një informacion i qartë, edhe gjithëpërfshirës në gjithë mënyrat e ndryshme. Pyetoj pak më parë si mund bëhet më aksesueshëm. Kemi shumë mënyra si mund ta bëjmë më të aksesueshëm, që nga gjuha e thjeshtë, sepse gjuha e ligjit është një gjuhë e vështirë. Që nga gjuha e thjeshtuar se çfarë kërkon ai ligj, edhe deri te gjithë këto mekanizmat që e bëjnë më të aksesueshëm, edhe për grupet e interesit që janë të verbër, edhe për grupet e interesit cilët mund të kenë problematika në kuptim e tjerë, kështu që ka mekanizma nga më të ndryshme të cilat përdoren në gjithë botën dhe pse jo të vinë edhe në Shqipëri për ta bërë sa më të thjeshtë. Në lidhje me formalizimin, edhe ne këtë kemi parë si një pikë kyçe për platformën e re. Ajo çfarë është e rëndësishme në këtë platformë është njoftimi që neve bëjmë në lidhje me draft akte të cilat hedhim në këtë platformë. Dhe qasja e kryetares së kuvendit ka qenë që ky njoftim duhet të ketë marrë kohë sa më shumë. Pra një draft akt apo ligj, sepse ne në platformë nuk hedhim vetëm ligje, hedhim edhe akte të cilat kanë bëjnë strategji, raport, hedhim shumë akte të cilat mendojmë që i shërbejnë publikut dhe që mendojmë që publiku mund të na jap komente në lidhje me këto akte. Dhe ajo që është e kërkuar edhe nga shoqëria civile dhe që ka qenë një ndër gjërat të cilat kryetaria e kuvendit ka ngulur këmbë, ka qenë fakti që ne duhet japim më shumë hapësirë qëndrimit në platformë të këtyre akteve. Por ajo tjetër që kjo platformë sjell, në ndryshim nga platforma tjetër, është edhe fakti që komentet mund të bëhen në çdo nen. Ligji hidhet me nene, i ndarë në nene dhe mund të bësh komente në çdo nen. Pra për t'ia lehtësuar të dy palëve punën, si publikut ashtu edhe këshilltarëve të cilët do të marrin në dorë më pas komentet e publikut për t'i atashuar në raportin i cili u jepet pastaj komisioneve. Çdo ligj është i ndarë në komisione, pra në komisionin përgjegjës dhe referuar faktit që të regjistrimit duhet që publiku jo vetëm të regjistrohet, por të zgjedhë edhe komisionin për të cilin ai mendon se do të atashohet apo i afrohet më shumë interesave të tij. Kjo nuk do të thotë që ai qëndron jashtë komisioneve të tjera parlamentare, po ai mund të dojë të jetë pjesë e gjithë komisioneve. Pra nuk ka asnjë gjë përjashtuese. Transparenca se si përpunohen komentet, të cilat do të lënë tani publiku, është një gjë e cila është e kërkuar ndërkohë
gjithë kohën nga shoqëria civile, backupi që u bët komenteve të tyre. Kjo mungonte fare në platformën e mëparshëm. Në këtë platformë, mbasi ligji do të mbarë, mbasi draft ligji është hetur, mbasi merren komente, mbasi gjithë ato shqyrtojnë në komision dhe mbasi draft ligji shkon dhe votohet në seancën plenare, pastaj është rada e këshilltarit që t'i kthehet mbrapsh në platformë po këti drafti dhe aty të vendos se të njoftoj publikun se kush nga amendamentet të cilët ata, se këto quhen amendamente në fund të ditës, kush nga amendamentet të cilët publiku ka propozuar është miratuar, është rrëzuar apo është miratuar pjesërisht. Dhe kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që mendoj që kjo platformë sot ka dhe për të cilën gjithkohën shoqëria civile ka këmbgulur dhe ka thënë që ne duhet ta kemi edhe këtë të dhënë. Tjetër, janë raportet, raportimet, statistikat. Të gjitha këto e bëjnë procesin që të mos jetë formal. Sepse duke raportuar sa amendamente janë bërë, sa organizata janë futur, sa është publiku, sa ligje janë futur, kjo e bën të qartë procesin i cili sigurisht e tregon që nuk do të jetë formal, pasi gjeneron vetë statistikat si për publikun, ashtu edhe për kuvendin nga vetë sistemi. Dhe të gjitha këto shikohen edhe nga publiku. Një monitorim pastaj i her pashershëm dhe organizatave të cilat punojnë me kuvendin e bën që kjo platformë automatikisht të jetë një platformë e cila është patjetër një platformë që do të na rrisë transparencën shumë krahasuar edhe me platformën e mëparshme. Dhe ajo që do të thosha tjetër është edhe fakti që shoqëria civile ka qenë pjesë e ndryshimeve të gjithë kësaj platforme. Pra ka qenë prezent, ka dhënë ajo së fundmi shumë propozime për të cilat ne të gjitha i kemi marrë në konsiderat. Një gjë e rëndësishme që duhet thoja unë që të mos duket sikur është formale dhe e cila ndryshon edhe nga platforma e mëparshme është edhe fakti që me regjistrimin publiku automatikisht kur hidhet ligji në platformë dhe në qoftë se është i regjistruar edhe për komisionin e caktuar, automatikisht me hedhjen e ligjit, e draft ligjit në platformë, automatikisht i shkon njoftimi në email ku i thuhet që ju në platformën e kuvendit është hedhur një ligj i caktuar dhe lutem shikimin e këtij ligji dhe jepni komentet për të. Dhe i bëhet attach edhe ligji vet. Pra nuk ka nevojë ai të shkojë dhe të kthehet në platformë dhe të kërkojë ligjin, por i vihet attach edhe ligji. Tjetër atë që nuk e bën formale është fakti që në krye të 3 ditëve të fundit apo të 5 ditëve kur mbaron afati i qëndrimit të ligjit në platformë, themi në platformën e dukshme se në arkiv rri gjithmonë, edhe kjo ndryshon nga platforma e mëparshme për faktin se ligjet të cilat kalonin në arkiv rrini shumë pak, kurse tani ligjet i kemi gjithmonë në arkiv, janë aty të depozituara dhe ti mund t'i kthesh në çfarëdo lloj kohe. Pra në rastin konkret, njoftohet pra publiku dhe i thuhet, shiko, kete 3 ditë kohë dhe po ikën afati i ligjit dhe jepet përsëri attach ligji. Ju lutem jepni komente, ose keni 5 ditë kohë, ju lutem ligjit po i mbaron afati, kështu që ju keni kohë prapë të jepni komente. Të gjitha këto etapa, mendoj, të cilat janë sigurisht të ndryshme nga platforma e mëparshme, tregojnë që kjo platformë nuk do të jetë kurrësi formale. Por çfarë duhet? Duhet ndërveprime. Pra këto janë gjërat të cilat kuvendi i ka bërë tashmë dhe ne duhet që këto gjërat të cilat ne i kemi bërë gati për publikun duhet ndërveprimi. Sepse është një platformë e cila do ndërveprim, do të dy palët të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Kjo është një mundësi për qytetarët që të angazhohen drejt për drejt në proceset ligjvënëse. Për një kuvend më të hapur, për vendimarrje dhe politika që burojnë nga qytetari. Platforma e re e konsultimit është një hapësirë ku qytetarët mund të ndikojnë në ligje që formojnë të ardhmen e Shqipërisë. Është shumë e rëndësishme që mekanizmi të jetë sa më i thjeshtë edhe më i aksesueshëm, mekanizmi i konsultimit, dhe dyta që ky mekanizëm të merret parasysh dhe të gjitha këto rekomandime të merren parasysh në mënyrën e duhur dhe qytetarët jo vetëm të jenë ata që vendosin informacion, por edhe ata që marrin informacion dhe feedback nga platforma, nga institucioni apo nga vetë rezultatet e legjislacionit në cilin ata kontribuojnë. Është shumë e rëndësishme që marrëdhënia të jetë dypalëshe. Qofse ne e lëm vetëm si një platformë teknologjike ku thjesht sa njerëz shkruajnë sa gjëra dhe ne kemi hequr këtë detyrimin për konsultim, atëherë do të mbetet vetëm aq shumë. Qofse duam të krijojmë një marrëdhënie të qartë, të pastër dhe të shëndetshme me qytetarët, atëherë mendoj se konsultimi publik do të bëhet edhe një kulturë. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që të ndodhë edukimi në të gjitha nivelet. Ka shumë shkolla në përbot, në të cilat edhe fëmijët e vegjël, edhe të rinjt,
edukohen dhe informohen në mënyrën se si ata mund të aksesojnë, të kenë pjesëmarrje në vendimarrje. Edukimi i grupeve të ndryshme të interesit, i institucioneve arsimore, por edhe, siç e tham, thjeshtimi i informacionit për të gjitha këto zona, qoftë edhe rurale, ku mund të mos arrin institucionet, por arrin shoqëria civile. Duhet shoqërohet gjithmonë me një paket informuese dhe edukuese, e cila mund të bëhet nëpërmjet kalimit nga institucionet të shoqëria civile, e cila informon, thjeshton dhe organizon informacionin dhe edukon qytetarët që të jenë pjesë e kësaj platforme. Po institucionet, sa të gatshme mendoni se janë ata që të marrin realisht parasysh komentet e qytetarëve dhe të shoqërisë civile në përmbajtjen e ligjeve? Siç e thash nga eksperjenca, në disa raste kanë qenë të gatshme, disa prej ligjeve që ne kemi ndryshuar dhe kemi amenduar edhe kemi iniciuar në gjithë këto vite, kanë qenë të gatshme për të ndërmarrë rekomandimet. Në disa raste të tjera, neve as nuk kemi arritur deri tek konsultimi, edhe jo më tek marrja parasysh e rekomandimeve. Ajo që duhet kuptojmë është që ky është një proces i vazhdueshëm dhe ligjet duhet të jenë gjithmonë në përmirësim sipas nevojave. Nëse ne bëjmë ligje në letër, të cilat nuk i përgjigjen nevojave të qytetarëve, atëherë ato ligje nuk do të zbatohen në mënyrën e durë. Kështu që janë gjithmonë ligji duhet ketë edhe këtë pjesën e kontrollit. Është në bazë të nevojave apo duhet ndryshuar? Në rastin për shembull të ligjit për barazinë gjinore, ligji për barazinë gjinore ka tashmë rreth 14 vite, 15 vite që është aprovuar. Sot ne, Ministria dhe ne së bashku me shoqërinë civile, po bëjmë një ligj të ri, i cili i përgjigjet më shumë nevojave, më shumë kohës dhe më shumë edhe atyre direktivave të Bashkimit Evropian e të konventave ndërkombëtare, të cilat janë të nevojshme për të zbatuar sot në Shqipëri. Prandaj them, legjislacioni është një mekanizëm i cili është një mekanizëm i gjallë. Nuk mund të marrim të bëjmë vetëm letra, t'i lëmë aty dhe themi jo, ky ishte ligji. Duhet gjithmonë të ndryshojë dhe duhet parë se si është implementuar, nëse nuk është implementuar në mënyrën e durë, atëherë kthehet, ndryshohet dhe bëhet më i aksesueshëm edhe për qytetarët, po edhe më i implementueshëm edhe për institucionet. Nga ana tjetër që ne kërkojmë gjithmonë, që s'ka lidhje me platformën vetvete, po është buxhetimi. Të gjitha mekanizmat të cilat parashikohen nga ligji duhet shoqërohen me buxhetet serioze, në mënyrë që të implementohen në mënyrën e durë. Fakti që platformat konsultimit ka edhe nga ministrit, ka edhe tek kuvendi, që bëhet fjalë për të njëjtin ligj, ligji kalon njëherë në platformat e konsultimit në ministri dhe pastaj po për të njëjtin ligj kalon në kuvend, tregon që qasja, pra institucionet e kërkojnë që kjo qasje të vi. Pra nuk i fshihen qasjes konsultimit publik, po e kërkojnë që ajo jo vetëm të vi, po të jetë edhe të jetë e para transparente, e dyta gjithëpërfshirëse dhe të jetë ndërkohë. Të ketë qëndrueshmëri në të gjitha llojet e etapave. Kështu që unë mendoj që në këtë kuptim të gjitha ne jemi transparent dhe kjo e bën, ne jemi shumë transparent. Mbledhjet e komisioneve në të cilat këto amendamente apo këto propozime merren parasysh, apo diskutohen, apo shqyrtohen, apo dhe seanca plenare janë të gjitha të hapura. Mbledhjet e komisioneve, sikurse dhe seanca plenare janë të hapura dhe ato. Janë live, ndiqen live, mund të ndiqen live mbledhjet dhe aty mund të shikohen automatikisht nëse komentet merren apo nuk merren parasysh. Gjithashtu backupi që thash më përpara që ne i bëjmë pastaj ligjit, nëse komentet u morën parasysh apo jo, duke njoftuar vetë të interesuarin që kaq komente nga ato çfarë thatë ju janë marrë parasysh dhe kaq nuk janë marrë parasysh. Dhe sigurisht që po të doj kushdo që ka bërë komente dhe doj informacion më shumë, ne i vëmë dhe në dispozicion edhe informacion tjetër për t'i thënë publikut që pse u mor ky koment apo pse ky koment nuk u mor parasysh. Sepse publiku është shumë interesuar në fakt dhe ne nuk e kemi publikon vetëm nëpërmjet platformës, e kemi nëpërmjet emaileve, nëpërmjet letrave, nëpërmjet vetë disponimit të tyre të vinë në komisionet për të qenë pranë komisione veprimtarisë parlamentare. Pra e kemi në shumë dimensione të shtrirë këtë qasje. Dhe them, kjo vjen dhe sa më shumë mundësi u jep qytetarëve, aq më shumë vjen edhe rritet edhe interesi i tyre, por sigurisht edhe përgjegjësia e deputetëve. Se në fund këto komente janë në tavolinën e deputetëve dhe ata janë më të përgjegjshëm pastaj për të parë dhe për të shqyrtuar këto komente dhe për t'i analizuar dhe për t'i marrë pastaj në konsiderat. Në fund është vendimarrja e deputetëve të cilat vendos. Do t'rregoj një rast në lidhje me platformën e mëparshme. Është
vetëm një, nuk po e them emrin e organizatës, po vetëm një nga organizatat ka dhënë 38 komente vetëm nëpërmjet platformës, nga të cilat 35 janë marrë në konsiderat në ligjin e kaluar. Kështu që do të thosha, eksperiencat që kemi, marrëveshjet që kemi, punën që bëjmë, kemi edhe një raport që punojmë me shoqërinë civile çdo vit. Çdo vit ne prodhojmë një raport me shoqërinë civile dhe themi se si ka punuar kuvendi, si është qasur me shoqërinë civile. Këtë draft raport e shpërndajmë, këtë draft raport e hedhim edhe në faqen e konsultimit publik dhe e shpërndajmë për t'ju thënë atyre ky është bashkëpunimi që ne kemi bërë dhe nëse ne kemi harruar diçka apo nuk i kemi evidentuar, lutem juve duhet komentoni dhe ne këtu shikojmë njëri tjetrin në sy se çfarë kemi bërë dhe cila është marrëdhënia me të dy palët. Edhe Instituti i Studimeve Politike ka publikuar një raport në vitin 2024, pra ndërkohë që platforma nuk kishte hapur ende, duke sjellë këto rekomandime me qëllim përputhjen e saj me standardet ndërkombëtare dhe fuqizimin e pjesëmarrjes qytetare. Nga ISP kërkohet thjeshtimi i gjuhës së dokumenteve, transparencë maksimale për të gjitha komentet dhe rekomandimet e marra, si dhe publikimi i përmbledhjeve të tyre. ISP sugjeron miratimin një plani veprimi për promovimin e platformës dhe organizimin e aktiviteteve informuese me grupe të ndryshme të interesit. Po ashtu, rekomandohet përmirësimi i funksionaliteteve teknologjike të platformës, lehtësimi i aksesit dhe publikimi i statistikave të detajuara mbi pjesëmarrjen. Në fund, ISP thekson rëndësinë e bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile për përgatitjen e një raporti vjetor të pjesëmarrjes publike dhe organizimin e një konference të përbashkët për forcimin e bashkëpunimit strategjik. Kryetaria e Kuvendit në çdo konferencë kryetarësh ka kërkuar kryetarëve të komisioneve që çdo ligj mos ketë selektimin e ligj në hedhje platformë, sepse deri dje ligjet janë hedhur në platformë vetëm nëse komisionet kanë marrë vendim për të hedhur në platformë, që do të thotë është lënë në dëshirën e tyre të hidhen apo të mos hidhen ligjet. Dhe kryetaria e Kuvendit ka thënë dhe gjithmonë në konferencën e kryetarëve ju ka kërkuar, lutem hidhni të gjithë ligjet në platformë. Ajo se çfarë ka bërë tjetër kryetaria e Kuvendit në lidhje me platformën e konsultimit është fakti që në takimin e fundit me shoqërinë civile pikërisht për platformën ka marrë një nismë për ndryshimet në rregulloren e Kuvendit për ta bërë këtë të ligjëruar, që do të thotë për ta bërë që çdo ligj i cili futet në parlament duhet që patjetër të kalojë nëpërmjet edhe platformës konsultimit publik. Pra, duke parë qasjen edhe të deputetëve të cilët e kanë marrë tashmë si një proces i cili është i domosdoshëm, pra është i paevitueshëm, duke parë qasjen e kryetarit Kuvendit, duke parë qasjen e sekretarit përgjithshëm në lidhje me atë se çfarë u bë për platformën për të arritur dhe te kjo platformë, mendoj edhe të deputetëve vet, mendoj se qasja është shumë pozitive dhe mendoj se ne jemi në drejtimin e duhur, sikurse do thosha edhe faktit që ne, në këtë periudhë, jemi në testim të platformës së re. Në mënyrë të tillë që kur të fillojë legjislatura e re, ne të jemi gati në start për të bërë para informimin e deputetëve, për të bërë informimin e publikut, për të trajnuar të gjithë ata të cilët kanë detyrimin apo të drejtën për të futur dhe për të ndërvepruar, në mënyrë të tillë që ne t'ja lehtësojmë sa më shumë punën publikut, por ajo që është më kryesorja për të dy palët është që ata të jenë pjesë e procesit ligjbërës në Kuvend. Një platformë dedikuar për pjesëmarrjen aktive të publikut dhe grupeve të interesit në proceset vendimarrëse të Shqipërisë. Kontributi juaj sot çon në ligje më të mira nesër. Kemi një ikonë në faqen e webit dhe ku themi përfshio. Përfshio. Për faktin se ajo të bën të mundur që ti jesh afër interesave të tua, afër interesave të publikut dhe asaj çfarë ne kërkojmë, rritje të cilësisë së ligjbërjes, sepse duke pasur ligje të mira, duke pasur ligje të cilat ne jemi të përfshirë vetë, sigurisht që edhe ajo se çfarë ne presim të realizohet, ajo se çfarë do të prekim nesër, do të jetë akoma dhe më e mirë.